Qëndrimi për një kohë të gjatë në diell, gëlltitja e ujit të detit, si dhe konsumi ushqimeve të ndenjura kanë dhënë efekte negative në shëndetin e moshave pediatrike. Mjekja e qendrës shëndetësore numër 3, Raimonda Zoto, thotë se fëmijët paraqesin kryesisht çrregullime gastrointestinale, që shoqërohen kryesisht me të vjella, diare dhe temperaturë të lartë. Sipas mjekes Zoto, nuk mungojnë as fëmijët që paraqiten në qendrën shëndetësore me infeksione të lëkurës apo qelbëzim të grykëve. Në fakt, duke u nisur nga Stina, që jemi pothuajse në muajin e 2 të verës, nuk është se kemi pasur në fluks të shtuar vizitash. Pra kemi pasur një numër normal vizitash, brenda atij numri normal ditor që ne kemi pasur, por që ka ndryshuar sëmundshmëria, pra natyra e shqetësimeve që kanë paraqitur fëmijët që vinë për vizitë. Nga këto vizitat më të shpeshta që janë bërë, janë vizitat ku fëmijët kanë paraqitur çrregullime gastrointestinale, më shpesh të vjella, më pak të vjella të shoqëruara me diare, me temperaturë të lartë, kanë paraqitur dermatite, pra infeksionet e lëkurës, të marra këto nga kontakti në plazhet. Gjithashtu kanë qenë edhe tonsilitet, kemi pasur edhe raste me tonsilite, me gryk të qelbëzuara, për të cilat janë marrë trajtim. Një pjesë e fëmijëve të cilët nuk janë dominuar me trajtimet që kanë marrë në qendrën shëndetësore, janë paraqitur edhe pranë Spitalit Trajnor Vlorë, dhe në dijenin ton, në kontakte që ne kemi dhe me mjekët pediatër, nuk është se ka rezultuar ndonjë komplikacion nga këto raste që ne kemi dërguar, referuar. Sipas mjekes Raimonda Zoto, për një qendër shëndetësore, numri i fëmijëve që vizitohen çdo ditë shkon deri në 15. Numër vizitash ky më i lartë se normalja, por në të njëjtën kuotë si viti i kaluar. Mjekja konfirmon se rastet kanë kaluar pa komplikacione të rënda. Zakonisht numri i vizitave varion, nuk është se është i njëjtë në të njëjtën ditë. Mesatarisht, marrëdhënie mesatare është rreth 15 vizita në ditë. Është diçka brenda normale. Normal një mjek pediatër ka 10 vizita në ditë. Po, është mbi normal. Në krahasim me vitin e kaluar? Jo, në krahasim me vitin e kaluar nuk është se kemi ndonjë fluks shumë të shtuar. Domethënë është një situatë pak më e qetë. Me ishe situata, sigurisht po kanë ndikuar temperaturat e larta të moshat pediatrike? Po, kanë ndikuar temperaturat e larta. Shpesh na vinë me temperaturë të lartë pas një shenjë tjetër fëmijët dhe nga anamneza që merret nga prindrit, rezulton që fëmijët kanë qenë të ekspozuar për një kohë të gjatë edhe në oraret e pikut të vapës në diell. Këto raste besoj kanë kaluar pa pasojën të rënda, përveç se ka pasur raste që janë hospitalizuar? Nga rastet që na kanë ardhur këtu, nuk kanë qenë raste që ne kemi referuar për hospitalizim, por me këshilla dhe me orientimet që i kemi dhënë ne, kanë kaluar. Efekti i temperaturave të larta ndjet më tepër te moshat pediatrike, të cilat momentalisht janë grup mosha më e prekur nga virozat stinore.